Vëllezërit e mi, xhamati jam I dashur dhe shumë I respektuar, Allahu te bareke ve taala ka kriju qiellin edhe tokën. Ka kriju yjet në qiell. Ka kriju hanën dhe diellin. Dhe në këtë jetë ka kriju ditën edhe natën. Dhe këto janë argumentet e mëdha të Zotit Dhul Xhelal që nuk mund t'i bëjë dikush tjetër përpos Allahut te bareke ve taala. Dhe e ka bën në javë të numërohen 7 ditë. Të numërohen 7 ditë. Dhe nga ata 7 ditë dalloi I madhi Zot Xhelle Xhelaluhu ditën e Xhuma. E dalloi ditën e Xhuma I madhi Allah Xhelle Xhelaluhu. Në këtë ditë, jo rastisht, Allahu Xhelle Xhelaluhu e krijoi qiellin dhe tokën, e krijoi dynjën. Në këtë ditë e krijoi insanin. Në këtë ditë do të bëhet edhe kiameti. Në këtë ditë, ditët e Xhumave janë të mëdha dhe ne duhet t'i përkushtojmë ative rëndësi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha khairu ayamin tala'at alayhi ash-shams. Tha në javë dita më e mirë që lind dielli është dita e Xhuma. Tha për atë arsye tha këtë Xhuma dërgoni shumë tha salavatën mbi mua. Subhanallah. Na harojmë se janë disa punë që duhet t'i bojmë ditën e Xhuma, që banë me I bëhen dhe dita tjera, për ditën e Xhuma, në qoftë se bëhen, vlera është shumë më e madhe. Vlera është shumë më e madhe. Dietarët islam kanë shkruar libra dhe literaturë në lidhje me vlerën dhe veprat me vlerë në këtë ditë të madhe të ditës së Xumas. Ne shkojmë në xhami, harojmë se shkojmë në xhami. Vim në xhami ditën e Xhuma dhe harojmë se vim në xhami. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ai I cili ditën e Xhuma 3 Xumaja I le, me qëllim, I le, që mu kujtu s'duve mu fal, 3 Xumaja Allahu Xhelle Xhelaluhu ja vullos zemrën e vet, vull. Tak, sikur ajo inspekcia kur vën në dyqan, lokal, butik, në punë, fabrik, edhe thot ti si ki punë, që ashtu si do ligji, I na të ta mshel, trak, së në qelë, ta mnon blombën edhe vullën, edhe ti mos së funksionon, asë së punon, asë së shet, asë prishët malli, prishët sendi. Këtu Allahu Xhelle Xhelaluhu e vullos zemrën e muslimanit, I vnot blombë zemrën e vetë, pse I kalon Xhuma. Kana rizik, nuk kana shaka, nuk paska mahi loj këtu, valla po du me fal, s'po du me fal. A ki I bilik, a I e me menën mirë, a I e që kategorijës që obligohet namazi, se ka kategori që s'obligohet namazi, a I e kategorijës që obligohet namazi, e ki obligim në ditën e Xhuma të dalsh ta falish namazin e Xumas. Ke këtu apo ati, ke I ri apo plak, ke kështu apo ashtu, pasanik apo fukara, obligim e ki, po mirë. Allahu Xhelle Xhelaluhu e ka po obligim me ajetin ja eyyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah. O ju që keni besuar, a je musliman, a je besimtar, a je që dëshmon shahadetin, a je prej ative të cilët e ki pranu Allahun për Zot, e ki pranu Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam për pejgamber, kushtetut Kurani Kerimin. I je besimtar? Idha nudiya lis-salah. Edhe kur të vjen koha që thret thirrja për në namaz të Xumas, fas'au. Fas'au arabisht është verzioni urdhër, nxito. Për namazet tjerë ndalume është me shku shpejt. Për namazet tjerë ndalume është me shku shpejt, ndërsa për namazin e Xumas obligim e ki prej krijuesit tan, I cili ka kriju qiell dhe tokë, hanë dhe diell, yjet në qiell, tokat me shtresat, qiellin me shtresat, e ma tokën edhe e ma qiellin pa asnjë lloj shtyle, që çai I cili ka kriju këto krijesat e mëdha, ka urdhnu me fal Xuman edhe me shku në xhami. Parashtrohet pyetja si: a kemi krizë na sot në vendin tonë me muslimanët që nuk vinë në xhami? Jo. Na nuk kemi krizë me muslimanët si vinë në xhami, po kemi krizë qysh e realizojnë
këtë farzë të Zotit? Allah i shpërblet. Qysh e realizojnë këtë farzë të Zotit? Dhe çfarë duhet veprojnë ato me farzin e Allahit në ditën e Xhuma? E para, janë disa punë të cilët duhesh t'i bësh të shtëpia, janë disa punë të cilët duhesh t'i bësh gjatë shkuarjes në xhami, janë disa punë të cilët duhesh t'i bësh në xhami dhe janë disa punë të cilët duhesh t'i bësh jashtë xhamisë. Nuk ka na vesh hajde shkon në xhami. Dardha ka bisht, edhe kjo punë ka marifetin e vet, i ka të kërkesat e veta, apo do me agjeru Ramazan, do shmu qënë sifir. Pin sifir, ta është sifirin, edhe prej imsakit të rish pa ushim deri në ezan. Amo valla une du me fletit sifir mos mu qu, e në iftarin me kalun gjumë, po, bat java që njënon. Edhe ti në qovë se do me artu, edhe do me boket namaz, edhe nuk i ban disa pun, bat java se i të artu. Se vapet kanë shku, të ka met mundi veç, du me shku në haqama, kur të kthejna masajit, prap me verë. Subhanallah, la ilaha illallah, çfarë alamet kiameti, haji renavec, haji prevarant, haji hajdut, haji i kshir gratë e halkive, haji lun sportska, haji shkon ndarësën buregrame muzikë ce, haji, kjo nuk ka haji, këti veç ndroja emnin thuj dilin gji, këti na mos i thuj haji, se hi edhe ti në gjuna, një njeri si dhe shkel tokën e qabës, edhe shkon ati në haqë edhe në numre, edhe kur të kthejet, nuk kthejet qështu si o kon, problem është me haqin apo umrën e ti. Problem, pse Allah ja ka mundcu të jetë venin ma shenjtë, ta ka mundcu edhe ti Zotit të vish në xhami, kjo është me thirrjet Allahut, ta ka mundcu Allahu, andaj ban pregaditjet e tua. E para, nuk guxon me ardh në xhami e në t'i kish thojt e tua sikur me ngjizue në Hollywood filmin Vampir. Që thojt ditë ton zift nër thojt e në ki ka ardhë në xhuma. Subhanallah, la ilaha illallah, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul muttahirin. Tha Allahu i lavdrojnë Kurani Kerim besimtar, të cilët janë në për xhamia, tha ati gjindën, konkretisht në xhamien e Kubas, po dietar thënë kjo vlen edhe për xhamia tjera, ati gjindën burra në xhami, të cilët pastrohen dhe dojnë pastërti, edhe Allahu i don të pastërtit. Kjo është xhami, e në thojt e tua janë besheret. Kuj të shku, o musliman? Ku jeni, so musliman? Po so mërë Allah i në zërë për namazin tanë? Nuk o mërë Allah i zërë që ti ta mushish xhamien? Shko pastroj ashtu si u pastru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe e kishte tradit, çdo ditë xumaje, o prind, o babalar, o domaçina shtëpisë, o ju nana të ndershme, psojni fëmijët e juve se muslimani dhe muslimania, unë e di se këtu kritika kina me hangër, po s'ka lidhje. Tash kanë nismi në gjita të thojt me lak që kaq, nusja vjen edhe hajde. Po cëllën film, vampir film, horori e të ingjizua. Po son zemër e brumpite me marukjo, me ato të thojt 2 metre. Po shka imëre, si mërmëre të haret kjo. La ilaha illallah, qisha pranon ti bukën e kësaj. Subhanallah, mësojni e vladet e ju, se ajo është një sen që nuk e pranon as medicina, as shkenca, as truni, po as një fej nuk e pranon. Ne të shkojnë një takshirin fotografien e Marijës, që është ajo Merjemi, nana jonë, edhe nana e muslimanëve, nana Azetisës, a mos i ka pas gishtat me thejt e gata. Mundohen me në servu e loj kulture, po kjo kanë diku edhe të burrat. Subhanallah, namaz në xhami isha një dit, njoni e kishte shluket gishtin e madh, që ka qëtojni? Për shka? Ju deshkan për mi pastru thojt, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Po ndodh kjo me një musliman, po ndodh kjo me një besimtar, kjo nuk është e pranume. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam ditën e xhumë nuk ka dal asnjëherë në xhumë pa i prethë. E para, të durrëve dhe të komve normal. E dita,
mos hajden gjuma pa i la dhambët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli salat." Thot mos t'i shkon ran për ummetin tem, kam frikë, mos po i ngarkoj. I kisha urdhnuar të pastrojnë dhomt, t'i lajnë në dhomt në çdo namaz. Po ti s'po vën qëra namaze, po vën vetë gjuma, bara hajde më si du, si i ka hije muslimanit. Se ishte dhe thotë, subhanë rabjera, veç kur ta shofsh ai tjetri ka ratë fikt. Se, po ku ka dhe ma ere ronë se era duhani. Opa, duhan gjithë. Thujni amin, inshallah e lini duhanin. Nuk thojnë ato që e pinë për një me e di. Për një me nuk thojnë, veç gojarisht. Allah ju shpëtov për duhanit, inshallah. Duhani është bim që ka bi, në bas kitabeve, prej urinës të iblisit, shejtanit, kretën, t'ja bëjnë ndërë, t'ja fugin një copë urinët shejtanit t'a kalle. Subhanallah. E ka tërit e dera, e shvajcuvat, një mas një, kur dveret e dera, Bismillahirrahmanirrahim. Kur shkon mëre ti? Kur shkon ti? Hes mëre që gjenë hemi s'ko qistenjët e, shte ajo shadarvani, pastroje mëre gojën të ndë se, vallahi e mbilaj me laqet nuk t'afronë. Eron, valla eron, e di. Ulemat në përqitabe kanë thonë, në qovë se erës goja si ven e raduhan, me laqet nuk i afrohen në gjami. La ilaha illallah, subhanallah. Po thom la ilaha illallah, se kishë dal një gazetar ka thonë, na vret, na thënë zemër, kur i nina të thonë la ilaha illallah. Inshallah vdesja rabbel alemin, inshallah damart thanë, inshallah hemoroidat dalin, inshallah metastaza e kancerit trok, pinoti që ka e kindaj, la ilaha illallah. Ne dhe thojna la ilaha illallah, po ti inshallah plas. Po ne plasin këtë islamofobat, së në hekin pi zemrës edhe pi minarës la ilaha illallah. Që këto jemi na? Na që këto jemi se kina një jetë me ndru. Historien e kanë shkrujt ato me la ilaha illallah, se kanë shkrujt ato që jam shemas hijës të Izraelit. Allah i vraft. Mos e tot një mund shtimpur, thujni amin dhe që. Dalin Kosovë dhe i sulmojnë o gjallarë pëse thujnë la ilaha illallah. Edhe na pëthojna la ilaha illallah. Kush dojnë e të plase? La i dhont. La i dhont edhe hajden gjami me dhont të lame. E treta mës din nga shpia jote po u parfemos. Shko daj nga buxheti jot pare, nga buxheti i rogës, daje 100 dinar, 200 dinar, 300 dinar, bleje një parfem. Mos po të thamë me bleja si i parfema 500 euro, 100 euro, 700 euro, 800 euro. Mere një parfem, kur të vish momentin që dash për shpije, përdore parfemin e mirë, se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka pas tradit, nuk ka dal ditën e gjuma pa marë prej parfemit shpijës hisën e vetë. U ka li, sa që kur ka kalu, njerëzit kanë kalu, nga era kanë thonë, ka kalu knena Muhammedi a.s. E kanë ditë, se nga era aroma e mirë. Në qovë se i e person që njërësitësh, ka njërësit që Allahu i ka kriju, organizmin e ka njërësitët, ble dezodorans. Ble dezodorans. Për nërsetëll, mës të dvere mëre era përç. Subhanallah. Era përç i ven në namaz. Kur t'ingredi durët Allahu Ekber, nës vest fuk që të rondi. Përdor mëre se ato të mirat Allah i ka kriju. Inna Allah e tajjibun. Allah është i mirë, edhe don të mirën. Allah është i bukur, e don të bukurin. Allah i don erën e mirë, e uren erën e keqe. Para me ndoni, gjemot, amune imaginoni, ka hangër hudra, ka hangër kep, i shkreti, shejtani ka i përmi vesh që këtu, edhe i thot shko falet gjumon. Fër gjumoje, tha pejgamberi a.s. Kush ha prej këtive bimve, prej këtive kepës edhe hudrës dishka, fela yakrab masajidana, mos afrohet xhamijave tonë. Valla gjone e kam merak, ka një 3-4 thelbe, hurm i shtin goj, pun të madhe pas ke bënë. Vull gjeneti kjo, dalot ditën e gjumon në ngër hudra dhe ke, mos hajde, po hajde për e hudra në sabah, e kam të zanat, e pas ke knaq.
si thot Molla Sherketi. Pse o vllazni? Duhet të kemi kujdes që mos t'i bëjmë dam atij që e kemi në saf nga të neve me erën edhe aromën që e kemi. E katërta, vesh nga teshat të reja, s'ki mundësi. Të pastërta, mundësisht të jenë të bardha. Dhe nuk guxon të dash ditën e xumës në xhami, të falish namazin e xumës, edhe i ki përdor një avë ditë më rëndshme edhe me çato do më ardhi. Jo, era njerëz me ta. Jo, ndroji se kjo është nga mirësitë e Islamit që na mëson neve që kur të vim të jemi me teshat se është ditë bajrami. Është dita më e mirë e javës në të cilën ka lind dielli ashtu si tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha dietarët, fukahat, ulemat thanë nuk guxon të dalsh në xhuma pa ula. Si mula? Sikur njeri kur lahet kur është xhunub. Jo me botush. Dallon me botush edhe me marr gusull. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha el guslu, tha gusli, me ula, mu shpërla, edhe me i pastru këtë vendet e trupit. Tha wajibun ala kulli muhtalim yawm al-jum'a. Tha e ka çdo njeri i cili ka im bilik në ditën e xumës ka obligim të lahet. Obligim. A vendos me shkon xumën, dhe hish dhe lash dhe pastrosh sabah. A është patjetër para xumës? Jo. Prej natën e ejte që është xuma prama deri në namazin e xumës, në qoftë se i e la e ke një obligim para Allahu xhaleshanu ve xhaleshanu. E gjashta, të pastrohen vendet e turpshme, të ruhen vendet e turpshme, të largohen kimet nga vendet e turpshme, nërsetëll edhe në vendin e turpshëm, që muslimani i cili e pretendon se e beson Allahun me pastërti, ta adhuroje me pastërti. Allahu xhelle xhelalu e urdhënoi Muhammed Mustafajën, tha wa thiyabaka fatahhir war-rujza fahjur. Tha edhe pastroj teshat e tua, pastroj shpirtin, trupin tanë, o musliman. O pejgamberi Allahut, realizoje këtë çka e kërkon Zoti prej teje. Edhe ti pastroje trupin tanë nga këto kimet. E shtata, të lexohet surja Kehf. Çka është surja Kehf? Surja Kehf është një sure e Kur'anit Kerimit. Kehf në gjuhën arabe do me thonë shpell. Surja e shpellës, 10 faqe, pak ma shumë, pak ma pak, lexohen, kush i lexon xhamati jam i dashur. Edhe vdes në qatë javë, deri xhumën e ardhshme, vori i tij i shndrohet në dritë. Apo thojmë na, vori ka ersirat e veta, mshelin, të mlojnë, s'ka dritë. Drita shka ka me të bonë në vorin tanë, dritë është surja Kehf. Kush i mëson 10 ajetet e para, edhe 10 ajetet e fundit të surës Kehf për menç, Allahu ka me rujt nga fitnja e Dejjalit, që është një fitnë e madhe para përfundimit të kësaj bote. Këto janë ndër të shpija. Pi shpije si dalsh, thot e tebkiru ilal masajid, me shku herët në xhami. Herët me shku në xhami. Mos me shku në xhami kur thirë ezanit. Mos me u fut në xhami kur thirë ezanit. Pse? Sepse te dera e xhamisë janë 2 melaçe. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i shenojnë ata që hinë xhami. Ata që nuk hinë, kur thirë ezani me laqet i mshelin librat, edhe mu nuk i regjistrojnë ata që kanë ardhur xhami. Ti ki shkon xhumama, nuk figuron kërkon. Unë e keshbe thot në koncert, po s'pambe kërkon, po e isha dikona një në fund kërkon së hiq. Ki ardhë në xhami, po ki ardhë mas i ka thirë ezani, nuk figuron në librat e me laqeve që dërzojnë raport edhe pse Zoti e di se ti e kon. Ama, nuk figuron. Kjo shka do me thonë, se nuk ka sevap. Obligimit ka shku, e ki qunë në ven obligimin, por nuk ki sevap. Për atë arsye, hajde në xhami dhe ban gara për me fitu sevapin sikur me pre një kurban deve. Hajde më herët, pastaj si një kurban dele, pastaj sikur një kurban
një pull, pastaj sikur me dhon një sadaka, pastaj nuk ka mos e va. Deri në ezan, futu në xhami dhe prezento me muslimanët atë të cilën e kërkon Zoti prej teje. Mrena në xhami, kur të futesh, obligohet çdo kush prej juve t'i falet 2 rekate namaz në xhami për shëndetje me xhamia. Ka hi njoni pejgamberi alayhi salatu wasalam, o kon tu ligjeru, ai ka hi në xhami dhe u ka ul, ka thonë a u fale? Jo, që u fali 2 rekate pastaj ulu. Që do me thonë, nuk o fars, po është një punë shumë e madhe, një sevap shumë e madhe që duhet me e bon. Me dërgu salavatën mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Xhamati jon janë shumë të mirë, xhamati jon janë shumë të rimat, xhamati jon janë shumë guximtar. Kur është puna për fe, vallahi këtë garenin, këtë nimojnë, këtë janë vi, këtë janë sen, po i kemi do të defekte me xhamat që duhet t'i largojna. Vend xhamati në xhami, ulet para hoxhës, hoxha thot, ka thonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ai këshir si drum ftire këshir. Si ka me të kërkon, vend që me thonë sallallahu alaihi wasallam. Po shka bëhet me thonë sallallahu alaihi wasallam? Atë hatë gojat, sosët gjua, sosën fjalta, atë shkoj imria. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dërgoni salavat, o gjëva. Pejgamberi sallallahu tha, ko praci më i madh është ai i cili e nin emrin tim edhe nuk dërgon salavat. Kjo është cicia, kjo është shkërti, kjo është kopuki më i madh, që s'ka fils në xhep. Tha kush dërgon njerë salavat mbi mu, Allahu për mi 7 kaqeve dërgon salavat mbi atë 10 herë. A di shka do me thonë mëre me të cek ti Allah i 10 herë. Ditën e gjuma, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha ekthiru as-salati alej, tha dërgoni shumë, tha salavat mbi me, se është një melek. Për çdo njeri është një melek special. E merë prej gojës tonë dhe atë Allahumma salli ala Muhammed dhe ja qon të vori. Subhanallah. Të vori ja qon edhe i thot o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka bo selam prej shutke, prej xhamisë e Abu Bekr filani. Po themi sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulallah, dojmë valla, dojmë me shpirt ma shumë se nanat edhe babat, ma shumë se e vladet, ma shumë se pasurin, ma shumë se edhe vetën tonë. Po të dërgojmë prej kësaj xhamie sallallahu alaihi wasallam me xhamatin tonë, na i ban shefatin tonë nasib, ja Rasulallah, ban shefat për neve, ja Rabbi bajna nasib shefatin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam për hir dashurisë që e kemi ndaj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ditën e gjuma dërgon salavat, Allahu dërgon mbi ti, po shkoj ka salavati edhe te Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Puna tjetër çka duhet ta bëjmë në xhami është te harri sa'at al-ijaba. Me kërkuat sahatin ku përgjigjen lutjet. Me kërku atë momentin ku Allahu ju përgjigj ka rob vet. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha në ditën e xumë, është një sahat. Është një sahat, jo si sahat. Kish dala ja dje te ajo kojshia, mojshia, shoku e di, s'ka pas kone pejgamberi sa. O, klosha, shka mërvesh më në ti pe pejgamberit e da. Po ti të harët më rëzdi me marti, zdi mu lati, zdi mu pastruti, ala me letra fshish. Ti Rasulullah i ki me kalzu. Po e hekë më rëzë s'kemi nevoj për kloshara si ti. Pejgamberit ta është një sahat, sallallahu alaihi wasallam. është një sahat, ta në të cilën nuk e ngrejnë robi dur drejt qiellit Allahu ja pranon këtë lutje. Allah i në mundsoft të mënim, inshallah. Çdo ditë xumoje lipe. Kur është prej namazit akşamit, ditën e ejte, terin 100 përëndim dilit mas 100 ditën e xuma. Disa djetarë kanë thonë jo, kur të vere ora 12, teri sa hoxha hip nalt në hutbe, që ati është. Disa djetarë komentet të ndryshme, ne do e shfridzojmë ta lipim, sikur që e lipim natën e kadrit, e lipim edhe këtë kohë që Allahu na i pranon. Puna tjetër, edhe Trajana dhe përfundoj, s'ka nevoj me kështu saatin, tha me hec, mos me shku me kërë, me hec ko. Me hec me ko. është shumë ma sevap. Unë e zateta njonin për xhamatit, i thash hajde me kërë, se unë e vi pi largit, kjo nuk vlen për ato që vlen. Tha hoqë, tha na kim su me hec, thash bravo be, elhamdulillah. Bravo. Kemi alat xhamat që derë si zëven në shpirtin e vetë, sunneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashtu si kanë tregu gjithmonë, kur s'ka hip me kali, me deve, me magar, po ka shkue në kam, ka shkue për me farë. Edhe një defekt që e kemi, nuk guxon muslimani erë në xhuma ta qele derën, e ne ka pa një vend të lirë që këtu për para, apo e ka marrë me tapi për veti, e ne po pi qelë
krahat e njerëzve e në do të dale për para. Pejgamberi a.s. e ka ndalu rrepsisht mi da muslimat në përsafe. Ku ka ven, dhe ungjësh, po është këto si mushin, ai çka nuk e mush safin për para, ai jep llogari për vetë. Një njeri cili nuk e mush safin, jep llogari ditën e kiamet. Çish më hoç, po na i mësu me thonë ajo të bori pja xhamat, xhamat mush një safet, xhamat drejtë një safet, hoxha me thonë xhamat mush një safet. Pse këto si mushin? Po na mungon më edukata. Po na mungon më terbia. Po na mungon ajo që duhet me konë të muslimanët. Pejgamberi a.s. tha, me e ditë vlerën e safit parë, edhe të zanit, kishni me vrapu, me bo gara kush ka me zan. Safin e parë. Që ja hi hec, shiqir, alhamdulillah. Edhe fundit, po e sosi, se pja gje vllaznit që janë dil, pak kanë nasi telash, këto shka janë klime, kanë marahat. E fundit është kur hoxha ligjeron atjen hutbe, jo këtu, atjen hutbe, nuk guxon me fol, as guxon me lujt me dishka, qofta e telefon, apo gishtin vesh, lak, vesh edhe fshije për atë të pikin, apo rase gishtin unë, vër, hemi s'ko qistenje, jo, nuk guxon, do shkoncentrohesh drejt asaj ligjeratës, jo muë, unë jam njëri si ti, do shtë edhe ma i ketë si ti. Po, koncentrohet drejt asaj që lexohet se është hynore, është e shenjtë. Lusim Allahun xheleshanu xhumat kabult me ban inshallah. Lusim Allahun xheleshanu të na vetdison inshallah. Lusim Allahun xheleshanu të na mbron inshallah. Ato që nuk nolen, edhe e shojnë la ilaha illallah, e shojnë islamin e zanin, e shojnë Kur'anin, i shanë musliman, edhe mbulesën, edhe sejden, edhe talën me se, inshallah që shdi hajban jarab. Ajdin t'i qojën Zhan Mitrev. E qonë Zhan Mitrev edhe Zhan Mitrevi thotë së ndë baj kur zhan, pëshoja zidit me krije. Ajdin Allahu Rabbul Alemini diti dreton. Ne lusim Allahun Gjeleshanu, rinjën tonë islam të udhëzon. Plegjëve tonë t'jep ymër gjatë shëndet plot, të smuntit t'i shëron, të burgosunit pa fajshëm t'i liron, të i dhërumët, ku marrë vesh që ka plot këtu, t'i pajton inshallah, t'u një amin. I shone, i zonë me radar, ato t'i dhënum që nuk t'u një amin, t'u një amin. I pajtov zoti ja Rabbel Alemin. Lusim Allahun zemrat në izbute për njëri tjetrin, ta hetojmë dashurien në emët të Zotit. Lusim Allahun Gjeleshanu wa Gjelle Gjelalu, kusurat edhe gjunahat, afe dhe makfiret në i ban. E kullu ma të smauna, wa stakfirullaha li wa lakum, fa ja fawzal mustakfirin, istagfiru akhiru da'wana, anilhamdulillahi Rabbil Alemin. Lillahi ta'ala al-Fatiha.